E këto në fakt nuk janë thjesht 3 histori. Sepse janë përjetime që mund të kenë prekur me qindra, vajza, anë e banë botës. Big Mama Elinara Nena, faleminderit që ndat me ne. Forca juaj për të kaluar traumat tuaja është vërtet inspiruese. Nëse keni sonte diçka për të thënë, do doja që t'ju jepja fjalën. Po. Big Mama. Do t'ju kisha thënë gjitha vajzave, gjitha gocave, që asnjëherë mos i nënshtrohen asnjë mashkullit kur e shohin se nuk shkon diçka, kur e shohin se nuk e don, kur e shohin se bëdhun ndaj teje, edhe asnjëherë mos mendoni se shumë herë në shqiptarët e kemi atë o qa thot halku, o qa do tjetë, qa do më thot nana, baba, dijeni se asnjë familje nuk ka fëmijë për të hedhë poshtë. Çdo gjë që ndodhe, dijeni se familjen e keni mbështetjen më të madhe, mos u përgjero asnjë mashkullit, po kërkoje njeriu e vërtet që të do, të respekto pafund. Ky është mesazhi për gjithë vajzat, edhe bëuni zoja e vetes tuaj. Frederik. Më vjen keq që para në gjoj një ngjarje të tillë, po edhe unë vij nga familje me motra, edhe kam edhe fëmijët e mi, sa në Amerikë, sa me vete, po 2 fëmijët e mi, dhuna në familje është e pa kapërdishme. Por baba im pushon ka 2 vite që nuk është më në këtë jetë, edhe thoshte një diçka, pra që ajo vinte nga mendime pak më konservative. E thoshte, më mirë të asistojnë në dasmat e vajzave të mia 100 herë, se t'ja shoh një lot në sy. Pra, është të më dhiqën për prind dhuna e fëmijës vetë, po edhe ato fëmijë që nuk merren me prind e vetë që në fëmini për të kuptuar që është jeta, që është agravimi i saj, që është mashkull, që është femra, që të krijojë një lloj pavarësie në vetvete, qoftë vajza, qoftë djali. Dhuna nuk është e pranueshme në asnjë lloj shtetit, as në xhungël. Por mjerisht në Shqipëri është me përmasa pak më shumë se sa duhet. Vin nga mentalitetet ndryshme, unë dënoj çdo lloj dhune, unë nuk jam profet, po dhuna është fjala e fundit e ignorancës. Faleminderit, Frederik. Elinara, do doja që t'ju jepja mundësinë, nëse nuk ka asgjë për të shtuar, nuk është e nevojshme që të flasim, se jemi e kuptoj ndoshta edhe trishtimin në Nuk i këtë heq asnjë pikë, asnjë presje çfarë tha Big Mama dhe Frederiku, dhe i falenderoj për këto fjalë kaq domethënëse, për një mesazh kaq domethënës për të gjithë femrave. Në rastin e historisë time, është një mesazh tjetër që do doja që të gjitha femrat të kenë kujdes dhe mos t'i japin besimin kujtdo që i paraqitet ose i thot fjalë të mira. Të duan më shumë veten e tyre, të respektojnë veten e tyre, të jenë gjithmonë me kokën lart dhe asnjëherë mos i besojnë asaj shprehjes kush të rreth të do, kurrën e kurrës. Nuk është një falsitet total. Kush të do, të puth, të adhuron, të dashuron, të jep kurajo për të vazhduar përpara. Nuk të dekurajon, nuk të ofendon, nuk të shkyen, të përkëdhen, të trajton si princesh, do me të jep të gjithë mirësinë e botës.
kush të dhunon psikologjikisht, fizikisht nuk është për ty. Në asnjë mënyrë. Faleminderit Luana. Faleminderit ty Elenara. Dhe Nena, dua të ta jap fjalën në rast se ke diçka për thënë, duke qenë se ishit historitë tuaja, po mos u ndjeni të detyruara të thoni nëse nuk se është tërësisht. Prej historisë tem, Luana, po du me thonë që kur mos menojnë që Zoti ta më shelë një derë, pa ta qelë tjetrën. Kështu që thjesht du të me luftu edhe besoj që ja dalin krejt. Edhe Esër kishte ngritur dorën, duket? Po, Luana. Në radhë parë doja t'i më falsem. Doja t'i thosha 3 vajzave shumë bravo për guximin që tregua ato histori dhe i ndatë me ne. Doja t'i thosha gjithë femrave kudo që ndodhen që femra është qenia më e bukur në botë, kështu që gjën më të vogël që mund t'ju ndodhi, kur mos heshni, kur mos e mbyllni gojën, ngrini zërin për drejtat tuaja dhe jepini më shumë vlerë vetes. Faleminderit. Kemi në studio. Faleminderit gjithëve për mesazhet tuaja. Edhe për këtë moment. Okej. Me krenari mund të them se është privilegj të jesh grua. Dhe sot më shumë se kur çdo dimbe historisë sona jep forcë, si themi, jo keq trajtimit dhe një pot madhe dashurisë që ne e dhurojmë gjithmonë pa kushte. E me gjithë se jam këtu, Zhaku e përmendi pak më parë, por unë do doja pa diskutim t'i falenderojmë gjitha qendrat që bën një punë pa lodhur për strehimin e grave, sidomos dënuara. Duhet kuptoni që ka vend ku të shkoni. Ka njerëz që mund t'ju ndihmojnë, nuk jeni vetëm. Kështu që mos qëndroni aty ku ndjeni të pa respektuara, pa jo të vlerësuara, siç duhet të vlerësohet çdo vajzë. Okej. Jo shot gjithave të përlotura, kështu që po e kalojmë këto moment. Duke falenderuar sponsorin tonë General Linda, lider në tregtimin e pajisjeve profesionale në bujqësi, plektëri, kopshtari dhe glapone e industrinë dhe ndërtim, Linda 25 vite histori suksesi. Dhe përpara se të shkëputëm në këtë hapësirë publicitare, më duhet të bëj një gjë të rëndësishme me ju. Zyrtarisht në këtë momente mbyll televotimin. Dashur miq, ne shihem vetëm pas pak në pjesën e tretë. Qëndroni me ne.